Ish spitali ushtarak në Kukës tani në vazhdim do të shërbejë për strehimin e të paraburgosurve. Vendimi është marrë me shumicën e votave të majta në Këshillin Bashkiak të Kukësit, por Partia Demokratike thotë se qeveria Rama mendon vetëm për burgje dhe jo për hallet e njerëzve. Në asnjë vend dhe asnjëherë nuk ndodh që një spital të tjetërsohet në burg, por vetëm se në rilindjen e Ramës dhe të Metës. Askund nuk ndodh që premtimet për hapjen e 300.000 vendeve të punës të tjetërsohet prona me burg dhe të bëhen ndërtimet e spitalore të bëhen burg. Vendimi i fundit i Këshillit Bashkiak ia kalon në pronësi Ministrisë së Drejtësisë këtë godinë, e cila prej gati 15 vjetësh nuk kishte asnjë funksion dhe thuajse është amortizuar plotësisht. Ajo kërkon tashmë ndërhyrje të madhe për ta sjellë në normalitet. Aktualisht dhomat e paraburgimit në Kukës kanë kapacitet prej 37 vendesh, numër ky i vogël krahasuar me numrin e të ndaluarve që shkon deri në 84. Policia detyrohet të bëjë shpesh transferimin e të ndaluarve në rrethet të tjera.